Spaku ka zbarkuar në autoritetin portuar të Durrësit dhe ka sekuestruar dosjen e tenderit për portin ri tregtar në Porto Romano. Dosja e tenderit me vlerë 400 milion euro është sekuestruar nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit këtë javë në kuadër të hetimit që po kryen nga prokuroria e posaçme në akuzën e dyshimeve për abuzime me tenderin. Procedura u shpall në dhjetor 2024, ku në garë hyn 5 operatorë ndërkombëtar. Në fazën e parakualifikimit të tenderit, u skualifikuan disa nga konsorciumet më të mëdha europiane, mes tyre Jan Del Nul dhe grupi Vinci. Me 14 mars 2025, kjo kompani paraqiti ankesë, por Komisioni i Prokurimit Publik, pasi i shqyrtoi vendosje të mos e pranojë atë dhe të vijonte me hapa të mëtejshme të procedurës së prokurorimit. Kështu u skualifikua edhe konsorciumi Van Word, një kompani holandeze e njohur për ndërtimin e porteve, me argumentin se nuk ishte paraqitur në kohë ekuivalentin licencave dhe dokumentacionin e stafit. Kështu në garë mbeti vetëm Arhirçrodon, kompania e cila brenda 9 marsit duhet të paraqesë ofertën financiare dhe të finalizohet dhe në kontratat për ndërtimin e portit. Projekti për ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano ka vlerë rreth 400 milion euro lek pa të vëshë dhe financohet nga buxheti i shtetit.